Ardian Bitraj, përgjegjës i sektorit të Argos Stock, i cili dyshohet të ketë vjedhur miliarde lek nga Banka e Shqipërisë, e ka dhënë dëshminë e tij parahetuesve pa praninë e avokatëve që familja i ka zgjedhur. Gazeta shqiptare shkruan në numrin e saj të sotëm se avokatët e studios ligjore Kushe kanë nënduar një prokurë të posaçme nga familjarët e të dyshuarit për atë që konsiderohet si vjedhja e shekullit në Bankën e Shqipërisë, e deri më tani nuk janë lejuar të takojnë atë. Gazeta shkruan se studio ligjore ka informuar për këtë rast edhe avokatin e popullit Igli Totozani, duke e konsideruar këtë si një shkelje të drejtave të njerëzit. Ndërkohë, ndërsa Ardian Bitraj dhe arkëtarja Mimoza Bruzia ndodhen prapa hekurave, prokuroria vijon hetimet për krimin e rënd financiar të ndodhur në Bankën e Shqipërisë. Vjedhja u zbulua në kohën kur një komision i ngritur nga Banka e Shqipërisë do të bënte inventarizimin e parave që ishin nxjerrë nga qarkullimi apo atyre që ishin gati të hidheshin në qarkullim. Prokurorët thanë se pjesë e hetimit si dokumentacioni sekuestruar është edhe certifikata e sigurisë. Ardian Bitraj, me detyrë shefi sektorit të Argos Stock në Bankën e Shqipërisë, është i pajisur me certifikatën e sigurisë, por sipas ligjit, ndryshe nga punonjësit e thjeshtë të bankës, ai duhet ta rinovojë atë çdo vit. Pikërisht për shkak të sensitivitetit të lartë të punës dhe përgjegjësisë që ai ka, është parashikuar që Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar ta verifikojë çdo vit Ardian Bitrajin dhe presupozohet që kjo drejtori e ka bërë këtë veprim pasi prokurorët thonë se Bitraj ka qenë i pajisur me certifikat sigurie. Parahetuesve ai ka pranuar se ka vjedhur të paktën 700 milion lek, të cilat pretendon se i ka humbur të gjitha në kazino. Por për prokurorinë alibia e tij është e pabesueshme, ndaj edhe është zgjeruar rreth i hetimeve, pasi dyshimet shkojnë se bashkëpunëtorët e dy të arrestuarve janë deri në nivelet më të larta drejtuese në Bankën e Shqipërisë, si edhe shuma e vjedhur nga Argos Stock të kap shifrën e rreth 10 milion dollarëve. Ndërkohë, nga Banka e Shqipërisë nuk ka ende një shpjegim mbi këtë skandal të përmasave të mëdha, e cila deri më tani është mjaftuar me njohjen për kallëzimin penal ndaj dy punonjësve të saj.